Zonat malore të lëna në arrest të plot prej vitesh, segmente rrugore të pakalueshme që nuk lidhin dhe nuk lejojnë komunikimin mes njerëzve. Por pak ditë më parë, Bashkia e Shkodrës ka nisur riparimin e 2 urave, ura Breg Lumi dhe ura Gimaj në njësinë administrative të Shalës. Pas një arresti shumë vjeçar, njësinë administrative të Shalës, pjesë e Bashkisë së Shkodrës, ka filluar riparimi i 2 urave, ajo e Breg Lumit me gjatësi 33 metër dhe gjerësi 4 metër, dhe ajo në Gimaj me gjatësi 31 metër dhe gjerësi 4 metër. Këto ura, shumë të rëndësishme për zonën, të frekuentuara nga gjithë banorët e zonës, kanë qenë në gjendje të amortizuar, thuajse drejt shkatrimit. Kalimi i këtyre urave ka shfaqur rrezikshmëri të lartë, sidomos për automjetet. Bashkia e Shkodrës, duke vlerësuar rëndësinë e këtyre 2 urave dhe pas konsultimit me banorët, ka vendosur të bëjë riparimin e tyre të menjëhershëm, ndërimin e shtresës së dyshemeve dhe lyerjen e saj për të rezistuar ndaj agjentëve klimaterik, ndërkohë puna vazhdon. Kjo ndërhyrje do të krijojë qarkullim më të sigurt për banorët dhe automjetet.